billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi shurafa wa ba'd. Falënderimi të kanë Allahu xhalla xhelaluhu, salatu wa salamu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, addu alejha bin nawadhij. Tha ju këshilloj juve që të kapeni fort për sunetin tim dhe sunetin e imamëve të drejtë pas meje, kaponi për këtë sunet me dhëmballa. Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e pason, shpëton dhe fiton kënaqësinë e Allahut në botën tjetër. Ajo ajka dhe më rëndësishmja nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është veprimi i asaj që na ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm teoria, por veprimi i asaj të cilën ka mbetë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Imam Shatibiu: el-ilmu wasilatu min al-wasail. Dituria është mjet prej mjeteve, me cilën njeriu ka për qëllim me arrit të vepra. Për shkak se Allahu neve na ka obliguar shumë prej urdhnave dhe na ka ndaluar nga shumë prej ndalesave, e kjo është dituria. Mirë, por kjo dituri nuk është qëllim në vetë, më ndal këtu, po është mjet për me arrit të vepra. Allahu ka thonë falë namazin, jep zakatin, largohu prej kësaj vepre. Kjo është ilmi. Tash këtë ilm duhet me nxjerr praktik. Në qoftë se kemi ilmin, po se kemi praktikën, s'ta ban dobi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra pasimi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vepra e tij. Atë vepra e tij do të hasim, në këtë veprën e tij do të hasim nxitim për veprimin e punëve të mira dhe nxitim për largimin prej punëve të këqija. Kjo është thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çka na mëson neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër në pasimin e këtij suneti? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men nama an hizbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu fima bayna al-fajr, salat al-fajr wa salat adh-dhuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Ai i cili atë të cilën e zë gjumi duke mos e lexu hizb. Çka është kjo hizb? Kjo është duke mos e lexu, ai i cili e zë gjumi duke mos e lexu rutinën e caktuar ditore për natën. Pra prej punëve vullnetare njeriu i cakton vetes një rutinë, një vepër prej veprave, dhe është i vazhdueshëm në këtë vepër. Pra e ka rutinë ditore, ditën ose natën e vepron. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: ka nezet gjumi duke mos e kry këtë rutinën që ka pas me kry natën, për leximit Kuranit ka në hadith, po në kuptimin e përgjithshëm prej ndonjë vepre prej veprave që ka bërë rutinë vetes para se me flet. Dhikr, lexim Kuranit, namaznate, sadaka, dua, edhe kështu me radhë. Pra njeriu e cakton vetes një rutinë ditore apo të natës dhe është i vazhdueshëm. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: ka nezet gjumi, dhe pastaj kur të ngritet mëngjes, këtë rutinën e plotson, kjo që i ka mbet mangësh, e plotson në kohën prej namazit të sabahut deri në namazin e drekës, atij i shënohet sikur me pasbo natën. Atij i shënohet sikur me pasbo natën. Çka është mësimi që na duhet me mbajt përmend mirë sonte? Mësimi është se Islami na mëson neve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson neve që na duhet patjetër t'ia caktojmë vetes një plan program të ditës dhe të natës. Nuk duhet me jetu pa plan. Nuk duhet me jetu pa një rutinë të përditshme ditore. Prej farzeve dhe prej punëve vullnetare që ti ia cakton vetes tënde. Pra është e patjetërsueshme që besimtari të jetë i suksesshëm ta ban një plan program të ditës dhe natës së tij. Ta din për nesër filan kohë çka ka me bë. Nesër mazreke çka baj? Pasi kindis çka baj?
Në filan orën çka baj, duhet me ditë prej sot çka kemë vënë nesër. E çka kemë bëu pas nesër. Kjo është rutina, plani ditor. Kush e ka pas jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E të ky plani ditor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi diçka tjetër, na mësoi. Çka tha? Na mësoi dy hadithe në ardhën dy mësime shumë të mëdha. E para plani ditor. Kjo patjetër më bën një plan, një rutinë ditore për ditë që kemë bën. Kësaj me ashtu që çat rutinë ditore që e bën ta përsosish, mos ta lash për gjysmë. Mos ta bëjsh shkele shko. Po ta bëjsh si duhet. Për shkak se tha Aisha radhiyallahu anha, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën një punë e ka përsos. Kur e ka bën një punë e ka përsos, ja ka dhënë hakin. Dhe kësaj shtohet edhe një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë vepra më e dashur te Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Vepra më e dashur te Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Ja ban rutinë vetes tënde që unë s'ka me flet pa i fal 2 rekat namaznate me surën Kul huwallahu ahad edhe me surën Kul a'udhu birabbil falaq. Dikush thot a mund e muj 8 rekat me i fal kanë i faqe me lexu. Veç 2 fale. Ti që se ma men kur ki fal namaznate, nisja me 2 nisja. Kul huwallahin, Kul a'udhu birabbil falaq, me të 2-ja. Me këta e realizojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pak ama vazhdueshëm, edhe këtyre 2-ja me ia dhon hakin. Jo me zanxhumi, po me ia dhon hakin. Me kalimin e kohës, kjo shtohet, kjo forcohet. Pra duhet t'i caktojmë vetës gjatë ditës dhe natës disa rutina ditore pa të cilat s'kena me jetuar. E në qofë se na ikin, e kemi bë rutinën, edhe na ikin. Çka me bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi se dihet natyrshmëria e njeriu se thot sot s'e bëna, nesër e bëj, nesër s'e bën, thot ai se në fund të javës i mbledhi krejt. Për shembull, ki pas me mësua një ajet, 2 ajete të Kuranit përmend, edhe të parën ditë se i ki mësu një 15 ditë më radh, pastaj ka ikë një ditë, të nesërmën dush me plotsu këtë plus një tjetër me mësu, thot ai pse një ajet është në fund të javës i mësoj keq 7 më një. Jo. Pejgamberi se më mësoi, tha, çka të ka ikë pram, e plotson nesër më një. Prej sabah deri në drek. Për shkak se si të kaloj kjo ka, veç shkon të ushtue, bara. Vetë shkon duke ushtu problemi dhe në këtë mënyrë njeriu e humb vullnetin. E para, me i bë plan ditor vetës. E dyta, atë plan që e bëjna me realizue, me ja dhën hakin. E treta, në këtë plan që e kena bë për me qenë i vazhdueshëm, mos me bë diçka shumë të madhe. Pak, ama vazhdueshëm. Pak, ama vazhdueshëm. E me kalimin e kohës kjo e pakta bëhet shumë dhe shtohet doza, mirë po për ty nuk është problematike. Elusim Allahun që Allah të na jap sukses. Na mundson që këtë Ramazan të bëjmë rutina ditore të mira, që kanë na ngel neve deri Ramazanin tjetër, derisa të japim shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.